Madje një pyetje interesante që unë e pata lexuar deri diku, domethënë, që ishte një analizë, me thënë të drejtën, nëse liderët global do drejtoheshin nga inteligjenca artificiale, a do ekzistonin luftrat në një farë mënyre. Dhe po ta shikojmë faktikisht të gjithë konfliktet apo prishjet e marrëdhënieve diplomatike ndodhin si rezultat i kompleksitetit, domethënë i inteligjencës emocionale. Pra si mund të them, ndodhin për shkak të krenarisë të tepërt, pra ndodhin për shkak të prishjeve të marrëdhënieve të ndryshme, botës së interesit etj, ndërsa nëse liderët global do ishin, domethënë, nëse pikërisht pra udhëheqja do realizohej nga inteligjenca artificiale, unë mendoj që do kishim marrëdhënie të shëndetshme diplomatike globalisht. Dhe do kishim vetëm konceptin e paqes, domethënë, në tokë. Nuk do ekzistonin këto lloj konfliktesh, kjo lloj prishje botës interesave etj, kjo dominanca, domethënë